Dhe kjo pyetje thot, si e komentoni këtë ndodhinë e fundit të vrasjes së policit në Kaçanik, edhe si e komentoni këtë që mediat e quajnë ekstremizëm islamik. Shikoni, ka disa aspekte që duhet të kihen parasysh këtu. Nuk ka dyshim se këto sulme të këtilla, atentate, vrasje edhe tradhti janë kundërshtim me fenë tonë. Edhe Islami i ndalon të gjitha këto forma. Dhe këto veprime, pa marrë parasysh sa i quajnë njerëzit dhe sa insistojnë, sa këmbgulin që të quajnë xhihad islamik, domethënë luftë e shenjtë, si e përkthejnë disa, në rrugën e Allahut, padyshim se kjo nuk është luftë, edhe nuk është e shenjtë as pak, edhe nuk është në rrugën e Allahut. Se lufta në rrugën e Allahut është e qartë dhe e pastër dhe me të vërtetë e shenjtë, domethënë e pastër dhe luftë e drejtë, edhe që është për qëllime të larta. Pasi luftën si luftë, gjithashtu nuk e ndalojmë, nuk themi sigur ata që thonë se nuk ka luftë në Islam, kjo nuk është e vërtetë, ka luftë, mirë po luftë me drejtësi, trimëri, qartësi dhe me qëllim të lartë. Jo, domethënë luftime ose sulme, domethënë për interesa të dunjas, asnjëherë. Edhe kjo është temë në vete që për cilën duhet flasim. Kurse këto veprime, domethënë atentate, sulme, shpërthime, tradhti, këto nuk kanë të bëjnë me fenë e Allahut, nuk kanë të bëjnë me Islamin. Edhe pa marrë parasysh sa shtiren ata që i veprojnë këto, sikur janë njerëz fetar edhe sikur e bëjnë këtë për Allahun, domethënë ata janë larg prej kësaj feje. Dhe gjithashtu këto veprime, domethënë që njeriu ta sulmoj, i bie sulm kundër vetvetes. Domethënë sulmi i institucioneve të shtetit tënd është dobësim për gjithë muslimanët. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë pejgamberët e mëparshëm nuk e kanë pas rrugën e tyre sulm të pushteteve, por e kanë pas qëllim përmirësimin e pushtetit. Domethënë si Musa alayhis salam, i cili ka shkuar te faraoni dhe e ka thirrur në Islam, dhe kur ai dhe i ka sjell argumente të shumta dhe bindëse, dhe kur ai nuk i ka pranuar, është larguar me popullin e tij. Nuk ka bërë atentate dhe sulme dhe në historinë e Musait alayhis salam ka një ndodhi që ka vrarë një njeri prej popullit faraonit dhe ka vrarë pa qëllim. Domethënë nuk e ka pas qëllimin ta vrasë, mirë po pasi e ka parë rezultatin që ka vdekur ai, domethënë është penduar shumë tek Allahu, edhe ka thënë i kanë bërë padrejtësi vetvetes. Pra ka thënë Musa alayhis salam, i dërguari i Allahut dhe prej të dërguarve më të vlefshëm, do thotë, pra mos thonë, sepse normalisht ata komentojnë ky është qafir dhe si jeni kundër vrasjes qafir, po jemi kundër vrasjes së qafirave, gjithashtu. Dhe përveç, domethënë kur është njeriu i detyruar të jetë në luftë sipas rregullave të sakta, kurse vrasja tradhtare në këtë mënyrë, edhe një herë nuk ka të bëjë me Islamin. Këtë duhet ta sqarojmë pasi emërtohet, sikur është bërë në emër të Islamit. Nuk po themi se është bërë kjo. Por njëherë kjo është një pikë që duhet të dihet. Pika tjetër sa i përket ekstremizmit islamik, me të vërtetë është padrejtësi që t'i nvishet Islamit kjo, edhe me këtë nocion sulmohet Islamin përgjithësi dhe muslimanin përgjithësi, është padrejtësi. Por që ekziston ekstremizëm, gjithashtu ne nuk jemi, domethënë, mendjelete dhe ose gjithashtu mashtrues që të themi se nuk ka ekstremizëm islamik, si e quajnë, me keqardhje të madhe. Padyshim se ka ekstremizëm. Edhe e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të ketë njerëz, njëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Domethënë, të shkatruar janë ekstremistët.
Do thotë ky është term që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka njerëz që e kapin fen me ekstremizëm dhe me ignorancë, duke mos e njohur fen, edhe me të vërtet janë të shkatruar. Kjo është me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka treguar për xhavarixht se duken, do të thonë, si njerëz shumë fetar, por realitet është se feja nuk ndikon në zemrat e tyre, por është vetëm deri te fyti, do të thonë vetëm që shfaqen me të. Edhe padyshim se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hak, sepse ka folur vetëm me shpallje, edhe këtë shohim në përditshmëri njerëz që duken aq të kapur për fe, edhe aq duken radikal, si thonë, ose ekstremist, por realitet, nëse nëse gryhet pak, tek ata nuk sheh fetari, nuk gjen. Edhe pas disa viteve, do të thonë, edhe shfaqet për të gjithë njerëzit, ata që nuk kanë nevojë për gryerje, do të thonë që e braktisin fen, ose dobësohen krejtësisht, ose i lën shtyllat e fesë, e lën namazin. Do të thonë, kjo në shumicën e rasteve nuk është domosdoshme, por fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka dyshim se është hak, që ka thënë se ata e lexojnë Kur'anin, por Kur'ani nuk depërton përtej fytit. Do të thonë, nuk i depërton zemër që ta kuptojnë Kur'anin dhe me të vërtetë punojnë me të. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata njerëz se dalin prej fesë siç del shigjeta prej harkut, do të thonë shumë shpejt. Edhe ka thënë thumma la yauduna fi, dhe nuk kthehen në të, nuk kthehen më në fe. Prej cilësive të tyre ka thënë hudathaul asnan, do të thonë janë të ri në moshë, sufahaul ahlam, edhe me mendje të lehtë. Mendje lehtë, do të thonë kuptim, dhe të ri në moshë. Dhe është për tu mahnitur, do të thonë si e shohim këta njerëz që janë të gjithë pjella të Ikhwanul Muslimin, sepse ky problemi i terrorizmit, dhe them problem pasi këtë problem e përjetojnë muslimanët, jo muslimanët. Do të thonë muslimanët vuajnë nga problemi i terrorizmit dhe këtij lloji ekstremizmi. Për këta ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë hudathaul asnan, do të thonë të ri në moshë. Dhe ky problem është shfaqur me shfaqjen e Sejd Kutubit. Do nuk ka ekzistuar më përpara te muslimanët kjo formë e veprimit. Ka ekzistuar po xhavarixh, do të thonë që i kanë sulmu muslimanët, mirë po këto që mendojnë, do të thonë disa njerëz se kjo është vehabizmi e kështu me radhë, që nga koha e Muhammed ibn Abdul Wahhabit, do thotë që kanë kaluar më shumë se 200 vjet, nuk ka pas probleme të këtilla, por problemi është shtuar nga koha e Sejd Kutubit. Do të thonë këto 60 vjet ose diçka e tillë. Këta njerëz, këta Ikhwanul Muslimin, do të thonë pasuesit e Sejd Kutubit, gjithmonë thirrjen e tyre bazojnë në njerëz të rinë moshë. Edhe është interesant se kjo si ka nënshtruar Allahu që ta shfaqin atë që me të vërtetë e kanë, i quajnë organizatat e tyre me emrat e rini, do të thënë rini islame, ose forumi rinor, ose emrat këtilla, ose siç është organizat e njohur në Somali, quhet Ash-Shabab, do të thonë të rit, se gjithmonë të rit bëjnë veprimet këtilla. Edhe kur i shohim, është me keqardhje me të vërtetë për këta njerëz, që shohim se as nuk kanë hyrë në moshën ndoshta në moshën e pubertetit, disa nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë ligjore, siç është këtu tek ne. I bëjnë këto veprime sepse këta janë njerëz që mund të manipulohen edhe të devijojnë, edhe kanë atë zjarrin e periudhës pjekurisë, do të thonë kur fillojnë të piqen, e kanë atë zjarr që mendojnë se ka mbaruar pjekuria e tyre dhe mendojnë se ata janë gjykatësit e kështu me radhë. Për këtë shkak, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur në këtë mënyrë që janë të ri dhe mendje lehtë. Edhe e shohim me të vërtetë në praktikë se edhe ata e mërtohen me emra të këtilla. Domethënë gjithmonë te ky grup Ikhwanul Muslimin, vllazëria muslimane, te ky grup kanë sukses që ta
ta fusin atë indoktrinimin e doktrinës së tyre. Dhe lusim Allahun që t'i ruaj muslimanët prej sherrit të tyre. Edhe çështja e fundit që dua ta përmend në lidhje me këtë, nuk duhet patjetër, nuk është e domosdoshme patjetër që kur bën krim një njeri që është me mjekër, ose një njeri që e fal namazin, ose një njeri që lexon Kur'anin, nuk do të thotë se domosdoshëm e ka bërë nga shkaqe fetare, ose nga ky ekstremizmi fetar. Edhe kjo është një padrejtësi tjetër që e bajnë, duhet të jetë këshill dhe porosi për mediat, po edhe për institucionet që me të vërtetë ta diagnostifikojnë problemin me diagnozën e saktë. Sepse kur i jepet diagnoza e gabuar, patjetër se sjell efekte të kundërta. Domethënë nëse shkon një smur te mjeku edhe i jep diagnozë tjetër, pastaj pa marrë, domethënë sa më shumë ilaçe që i jep, dëmi bëhet më i madh. Kështu është edhe shoqëria që disa keqdashës që nuk ja duan të mirën as muslimanëve, as popullit tonë shqiptarëve, nuk ja duan të mirën, që janë veshin secilin problem islamit, kurse islami është i pastër prej tyre. Edhe domethënë kuptohet se krimet në Kosovë, në Maqedoni, në vendet tona janë të shumta. Edhe nëse ndodh 1.000 prej një njeriu që është fetar, mund të ndodhe, domethënë ka mëkatar të shumt, ka kriminal, ka ndoshta edhe munafik që shtiren si musliman, mirë po kanë zemër diçka tjetër, pa marrë parasysh, domethënë nëse ndodh në 1.000 krime prej dikujt që ka pamje islame, atëherë e sulmojnë gjithë islamin, edhe kjo duhet të jetë, nëse këta njerëz kanë diçka prej sinqeritetit, edhe nëse me të vërtet mundohen, nëse është me të vërtet që mundohen, po nuk dinë se si ta ndihmojnë popullin tonë, atëherë le ta dinë se domethënë kjo nuk është rruga e saktë. Kjo patjetër sjell efekte të kundërta, domethënë efekte negative. Dhe kjo luftë shndrohet në dëmtim më të madh. Pra duhet të mbrohet islami dhe të sulmohet një ideologji që është jashtë islamit dhe të trajtohet, domethënë personi që e ka bërë atë. Siç thamë se ndoshta këta persona nuk e kanë bërë për këtë shkak, ndoshta edhe nëse kanë ideologji të Ikhwanul Muslimin, domethënë vllazërisë muslimane, ndoshta nuk ka qenë ky shkak, unë nuk e di, domethënë ka tjera institucione që merren me të, por me rëndësi është që me të vërtet jepet diagnoza e saktë edhe të luftohet smundja e vërtet. Dhe mos sulmohet, domethënë nëse njeriu i dhemb gishti, mos ja sulmojmë zemrën me ilaçe të zemrës, sepse atëherë prishet i gjithë trupi. Edhe në këtë mënyrë, këta, domethënë ka një individ që mund të jetë gishti i trupit muslimanëve, ose thoni, edhe ai thoni është thyer, edhe duhet të pritet që të ruhet gishti, domethënë, kurse ata ja sjellin ilaçet zemrës që i shkaktojnë dëm. Domethënë prandaj le të kenë kujdes të gjithë, ti trajtojnë çështjet si duhet, dhe këto çështje shirohen me të vërtet me ilaçin e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka tjetër ilaç. Domethënë duhet të tregohet edhe këtyre që janë të mashtruar se rruga që keni zgjedhur nuk është rrugë e Kuranit dhe Sunetit. Edhe atyre që pastaj ndikohen për të armiqësuar islamin, duhet të tregohet realiteti i Kuranit dhe Sunetit. Edhe gjithashtu porosi edhe për gjithë hoxhallarët edhe nxënësit e dijes dhe thirrësit që mos e mbrojnë të kotën edhe mos e sulmojnë atë që është e vërtetë, por t'u mësojnë njerëzve atë për cilën kanë nevojë, që është libri i Allahut, Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas kuptimit të saktë të cilin e kanë kuptuar sahabët dhe dietarët e umetit. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.